Sot jemi në komunën e Vrapçishtit. Pasi komuna e Vrapçishtit nuk e plotësoi censusin, tani më 11 janar përsëri shkon në zgjedhje. E sot kam ardhur të vizitoj kandidatin e pavarur në komunën e Vrapçishtit, Zulhajrat Demirin. Por fillimisht do të jem në shtëpinë e tij, në ambientin më të natyrshëm për të takuar ata. Atëherë sot jemi në shtëpinë tuaj, në një ambient ma familjar, aty ku dua t'i njoh të gjithat ata të cilët konkurrojnë për kryetar komune, sepse fillimisht do të jesh në shtëpi, i mirë e më pas për popullatën. Cili është Zulhajrati jashtë jetës politike, në familje, në shtëpi, ato tre vetir që ti ke dhe thua, këto duhet edhe të gjithët vrapçishtalit t'i dinë se unë jam ky. Atëherë, mirëseardhje të për nderin që na keni vizituar në shtëpi, misi ju ka pru Zoti. Zulhajrati është, unë gjithmonë e kam thënë që fillimisht neve duhet na njoh shtëpia jonë, lagja jonë dhe pastaj edhe rreti ku ne jetojmë dhe veprojmë. Prindërit e mi gjithmonë kanë punuar me transparencë, saqë që në moshë të re mu më kanë inkuadruar edhe në pjesën e buxhetit, duke na treguar se për këtë vit lavërdia ka qenë kjo shumë e parave dhe është dashur që ti ndajmë. Dhe nga kjo këndvështrim nuk më kanë lasdruar për arsye se unë është dashur të zgjedh atë blej biçikletë ose të blej një diçka tjetër, sepse e kam ditë se deri sa është buxheti. Sa është buxheti. Do të thoni se dini mirë të menaxhoni me buxhetin. Po realisht këtë kemi si, më thënë, na ka hap dyert për dallim nga ajo familja patriarkale ku vet i zoti shtëpis vendos edhe tjera duhet të nënshtrohen. Zulin për sa kohë që e njoh, nuk jam pak, jam 15 vite dhe në shtëpinë tonë ai gjithmonë ka sjell energji pozitive, frymëzim dhe dashuri mbi gjitha. Edhe gjithmonë kam menduar se Zuli meriton që këtu të ndihmojë këtij populli, domethënë çaq sa ka mundësi, duke menduar se është i edukuar boll, është i drejtë, i ndërgjegjshëm, i butë. Dhe Zuli na tha, bashkë me bashkëshortin, na tha që më jepni një këshill që kjo do të më motivoj gjithë jetën. Këshilli jonë ishte ta kemi bërë halal. Ne për platformën e Zulhajratit, për komunën e Vrapçishtit, për atë se çfarë do të bëjnë në këtë komunë, dhe për të gjitha gjërat që nuk janë bërë, pas censurës do të jetë këto zgjedhje, si edhe në komuna tjera, për të ndjekur platformën që kanë kandidatët në për komuna.